Jam Kostaq Konomi, kryeplaku I fshatit Zvërnec. Për sa I përket çështjes së Zvërnecit, pak a shumë jeni ndjeni. Është një problem pak kompleks, por që duhet zgjidhur, besoj. Si është situata? Me ardhjen e demokracisë, Të lutem. neve Të lutem. Jo, të lutem. Jo, po këtu është çështja. Jo. Po këtu është problemi. Jo. Se unë mora letër, Të lutem. mora Jo, letër. të lutem. E di pse? Po, E di pse? Jo se ti s'ket drejt. Jo se ti s'ket drejt. Po mua më Ajo ken është- një sekond. ajo Unë- është titull pronësie. Të lutem, të lutem, Dhe të ma lutem. hoqe me pa drejt. Kush ta hoqi? Dikush tjetër. Dikush tjetër pra. Unë kam ardhur Po- këtu, po faj një ka sekond, shteti edhe që një, nuk e unë kam zbatoi ardhur atë këtu, ligj. një sekond. Unë kam ardhur këtu t'i vë fytyrën gjërave për cilat përgjigjen vetë. Mirë, mua do më bëj. Dhe po të më kishit zgjedhur Nuk më them përpara, se ti mbase do kishin shkuar gjërat më Nuk u mirë. akuzoj. Më zgjedhët në 2013, Po. unë përgjigjem nga 2013 e këtej, dhe po, veqesh pra, po kështu është. Po atë tjetrën? Po, kështu Kush ta paguaj? Atë tjetrën, Kush ç'të ta them paguaj? unë? Të Ç'të marrë them? mbesh mua në 2006-ën, e të me që nga rike të ulish Të kuptoj shumë mirë unë ty, po më thuaj si zgjidhet. Dhe pyetja e dytë. Mirë, këtë Jo, po se e zauruam. Pyetja e dytë. Ai e shiti, unë kam një madhe shita. po, Ai tjetri e bleu. në mirëbesim. Ky e bleu. Në mirëbesim. Në mirëbesim, Patjetër, le të paguaj. si të paguaj. Po unë kur blej një shtëpi, vetë kontrolloj dhe dritat janë paguar apo jo. Ai pse nuk kontrolloj që Për kjo kë- tokë është e zauruar, e grapitur Për edhe kë po thua? edhe është në gjyq. Për kë po Për thua? Zvërnecin, për Edhe tokën një e herë, Zvërnecit. se po kuptohemi. Si? Ja pra ta Ky që e bleu ai. Ja, Ai të ta paguaj. shpjegoj unë. Dakord jam. Po ta shpjegoj, unë e shpjegova, po tani do po ta shpjegoj jo, prapë. Jo, këtu s'ke shpjeguar. Ja Mirë. të shikojmë të dëgjoj. Po ule pak mikrofonin, paktën që se kur thua po dëgjoj, mba mikrofonin kështu në fakt s'po më dëgjon, po pret vetëm që të më godasësh. Llokoj, jo. Ashtu. Ule mbaj, pastaj ngrihe pra. Edhe herë. Marrëdhëniet juridike dhe marrëdhëniet e pronësisë bazohen mbi letra. Dakord? Ashtu. Shtëpia, po marrim shtëpinë. Ti ke një shtëpi. Po. Ti ke një shtëpi dhe në letra figuron e jotja. Ndërkohë, më falë, se po bëj krahasim. Po, ndërkohë, dy vëllezërit tu, ty të kanë hedhur në gjyq. Se ata pretendojnë që shtëpia është e tyre. Pra, ti thua këtë shtëpi, kjo shtëpi është e imja, ja ku janë letrat, ky është babai, ky është gjyshi. Ata thonë, babai ty të ka bërë lanet. Ka lidhje me këtë fare. Po si e do t'i lidhjem për shumë? Hajde. Lidhja është kështu. Që unë kam titull pronësie. Edhe një herë, e Këtë ke titull një sekond. pronësie është I detyruar Një shteti, sekond, sepse një sekond, një sekond, një sekond. Një sekond, jo, një sekond. Po ai një që do ta sekond, mos zotri, zbatoj ligjin është titullin e pronësisë. Pushteti Një është- sekond, Është Këshilli I Ministrave apo një sekond. dikush Titullin e tjetër, pronësisë, një sekond pra. Gjykata ka tjetër. Prandaj mua duhet ma zgjidhi problemin shteti. Është ai. Po më shteti do t'i zgjidhi, po apo më jep është përgjigje. policia, apo I Më jep Filloni. titullin- Unë nuk dua të vete unë të më bëj jep pyetje. përgjigje. Titullin e pronësisë. Nuk E është ashtu. Si? po po s'bëjmë dot muhabet atë. Do ta zbatoj shteti, nuk e di unë. Ta zbatoj Berisha, ta zbatoj ai tjetri. Kush ë? Ju s'keni faj. Ju s'keni faj. Nuk është puna fajt. Titullin e pronësisë. Ti po fletat pse s'ta vun atëherë në kadastër. Po, Po këtë po më lër pra se s'po më lë të shpjegohem. shteti është O zotri, më lër, Më fal. po tani Do çfarë? sqarojmë, sepse kjo letra që kam unë. Po e kuptoj nuk më. është vetëm te dora ime. Është në komunë, është Edhe një herë në tjetër, bashki, po s'është në kadastër, po s'është në kadastër. Është në kadastër, të sjell unë. Se kam kërkuar pronësia ime. Ku Ore, nuk e ke, ore. Në kadastër AMTP-ja. Edhe, Sepse jo, ta sjell unë. jo, Ta nuk, sjell unë. o Xhan, të lutem, më lër, po mi më dakord Jo, tash, duhet po, I vëm një kokë kësaj. po kokë pra, po, nuk i vëm dot kokë nëse nuk më dëgjon. Po jo të bredhën gjyqeve tash, kam qenë 2006, bredh gjyqeve pagoj para tot. Dhe atje do bie të përgjigje shteti. Pse të bredh gjyqeve? Gjykata po, jam dakord. Gjykata është e veçantë, është pushtet Po veçantë. si atëherë? Ama atë zgjidhet Pse bre, pushteti. si Ai ta ka bëj? fuqi, Si ka ta të bëj? gjitha. Si?
Sepse aty ku ti... Një sekond. Të gjitha AMTP-t që janë me të gjitha, me ato projekte topografit, me të gjitha, të regjistrojnë. Ky është zgjidhja më e mirë. Po. Ndërkohë, AMTP-ja jote bie mbi një pronë të regjistruar. Jo, u regjistruan 2006. Po të lutem pra tani po. Edhe një herë tjetër. Bëj kërkesë, më thotë jam mbi vendosje. Eksakt. Po si është eksakt? More, nuk po të them që nuk është grabitje. Nuk po të them këtë se vendos unë. Po të them, kam një orë që të them, ky është problemi. Ti ke një titull që ti thua, kyt si që ka zotria, si që ka zotria. Po pse s'më letë flasë më burë tani se që është ky zakon që tani më akuzoni të tërë që unë s'lë njëri të flasi. Unë ju digjoj, ju s'më njëri të flasë. Po le tani po të flasë. Po është shiko shteti, digjoj. Unë jam rregull. Po mirë, me që jam rregull, më le të flasë. Me që jam rregull, ta them dhe unë fjallën time. Në 2006, edhe njerë, si që të ku... Prandaj, më lërë të ta shpjegoj. Edhe njerë, ti ke një titull pronësie. Bukur. Kushtetus. Duhet theksuar. Po mirë, më kushtetus. E do kushtetus ti? Kushtetus. Dakor. Dhe kush ka shkelur kushtetutën? Kush ka shkelur kushtetutën do përgjigjet. Dakor. Të dalë para gjyqit. Bukur. Po, problemi është që ne kemi zgjedhur një sistem që se çfarë është kushtetuese dhe nuk është kushtetuese, nuk e vendos dot partia në pushtet, nuk e vendos dot qeveria, nuk e vendos dot kryeministri. Se unë e kuptoj ku ma hedh ti llafin. Por unë nuk... Po pse s'më lë të flas më? Sepse ligji kur thot, ai që zbaton ligjin është qeveria. Jo, ligji nuk e thot kur këtë. Nuk e thot kur këtë. Atë ligjin. Kush e zbaton ligjin? Unë po të ngurë një hua atje në parcelën time pa leje, mua më marrin një futim brësh. Po pse s'më lë të flas më burr? Edhe unë të sqarojmë. Po s'kuptojmë pas blet flas. Ja prapë. Se nuk duhet tash të bëhet debat. Njerëzit në qoftë se nuk zgjidhet ai problem, do marrin çfarë do të ngulin për parcelë. Dhe ti çfarë do të bësh si qeveri? Do të shkulish? Po. Atë. Nëse ata një sekond. Po nuk bëhet ky muhabet kështu. Do më lësh të flas tani? Merja mikrofonin të flasun se do flasin e tjerët, se e morë peng mikrofon. Më lërë të mbaroj tani. Se nuk... Tani ti më thua këtë drejt. Më thua këtë drejt se kjo gjë ka ndonë 2006. Po pse s'më lë të shpjegoj pse unë nuk kam fuqi ta ndryshoj gjë në 2006, po këtë fuqi e ka vetëm gjykata. Kjo është që po të them, s'po të them asnjë gjë tjetër. Dhe për sa kohë nuk ke një vendim gjykate të formës prerë që gjithë ky tregimi reflektohet në një titull pronësie që e ka vullosur gjykata, për aq kohë pronari është ai tjetri që e ka me hipotekë. Dhe mbi vendosja, nuk është vetëm se kjo vlen si bisedë për shumë shqiptarë që e kanë këtë hall. Se është bërë çorp shumë e madhe me pronën në vitet 90 sidomos, po edhe më pas. Dhe këtë e dim të tërë, çorp shumë e madhe është bërë. Tani nuk mundet dot gjithsesi që të bllokohet veprimtaria e shtetit derisa të gjendet e vërteta për çdo pronë ku një pjesë mund të jenë vërtet. Një sekond ta mbaroj. Të gjendet fajtori. Të gjendet fajtori e gjen prokuroria, e gjen gjykata. Qeveria nuk ka e ka të ndaluar madje të merret me këtë punë. Kur thua shteti ti mendon shteti jam unë dhe është partia në pushtet dhe është qeveria. Shteti është janë tre palë. Shteti është parlamenti, shteti është qeveria, shteti është pushteti i drejtësisë, është pushtet në veta i komplet. Pushteti i drejtësisë që ka qenë një pushtet vërja emrin si duar, do t'ja vësh kriminal, dakord, kriminal, po ja vëm, në gjithë këto veprimtari kriminale që ka bërë, ai pushtet ka lënë gjurmë mrapa, ka krijuar titull pronësie. Të shkosh tani ti biesh atyre titull pronësisë, duhet prap t'i kthesh nga ai pushtet, duhet të ta thotë, nuk ta them dot unë. Nuk kemi ne mundësi të fshim në kadastër prona e të vëmë prona, sepse ti thua është fshatari.
Pa tjetër, fshatari ka drejt në vetë të thotë, unë kam këtë letrën, ama kur letra nuk vjet dot në pronë, sa aty poshtë del një pronar tjetër, ai pronari që aty poshtë është pronar për sa kohë gjykata nuk i ka dhënë drejt ti tjetrit dhe pastaj hiqet ai tjetri, vjet ky tjetri. Për cilën gjykatë po flas? Edhe një herë, nuk po të them o vllai im, nuk po të them o vllai, unë po të flas o vlla, unë po të flas për gjykatën, unë po të flas për gjykatën në ore, tani do të bësh mua të shaj gjukatë dhe unë gati jam. Po do më prish punë me Europën. Po mos më fut në sherr me Europën prap. Unë gati jam të bashkohem me ty. Po problemi është që po si ta bëjmë? Po mi ja dakord. Hajde bashkohemi bashk, ti gjejmë shtëpinë gjykatësit tuaj tani. Ne ja gjejmë shtëpinë. E po e kapëm ne të dy, bashkë me këtë tjetrin nga mbrapa, gjykatësi nuk ka më asnjë shans. Problemi është, kjo është demokracia. Demokracia është kjo. Po si, nëse i hym kështu, pastaj duhet, po pastaj i bie që po kërkoni nga, po mi më merë, o sa patate në zeta, më kanë, po sësh, po më rego, po qatë them, unë i shkredi. Unë di këtë, fuqia ime si kryeministër, mbaron aty ku fillon fuqia e gjykatës. Më fut mua tani të shajmë gjykatat me gjykatës, se pastaj i bie që në fund të fare, po ndetëm ne këtu duke më marrë me ata, do vind nga kapi të dyve pastaj. T'ja lëm dikuj tjetër, ka dikush tjetër të thotë diçka, t'ja lëm dikuj tjetër? Përshëndetje, zoti kryeminist. Edhe unë jam pjesë e komunitetit të Myzekes. Nuk ka kush Myzekes, së vogël. Nuk ka kush, po ka plot, në Myzekevi tjetër. Unë jam me i vogël. Nuk ka asë njeri që të thotë tu që s'jemi dakord të bëhet ky investim. Ky investim është shumë i mirë, sepse investimet kur pasojnë njëri tjetrin janë shumë të mira. Siç është për shembull aviacioni që po ndërtohet edhe ky aeroporti. Edhe ky lloj biznesi që është biznes shumë i fuqishëm, me kosto shumë të lartë, është shumë i mirë. Por, u deshi shpjegim juridik i cili u bë fal edhe takime që bën me kryetarin e bashkisë, edhe me të dërguarët tuaj. Dhe njerëzit po thuaj se u sqaruam edhe ne vet, pastaj edhe pjesa tjetër. Ka të drejtë gjithkush që të pretendoj, unë jam në respekt për atë që pretendon për pronën, jam respekt për mjedisin, ta mbrojmë, jam respekt edhe për komunitetin, sepse biznesi ka lidhje me komunitetin, bashkohen të dy, ndihmojnë njëri tjetrin, ushqejnë njëri tjetrin, dhe nuk do të ndodhë ajo që, por kalojnë gjërat. Tani, unë jam një pjesë që them, jam dakord, si unë ka plot, jemi shumë pjesa më e madhe, pjesa ndërmuese. Unë nuk mund të flas emër tyre flasin të vllahë tjerë. Kështu që ne faleminderit çka keni bërë dhe çfarë do bëni. Këtë e ke futur tim, duket. Jo më bëj shaka, po tani... Se kam edhe shumë mirë me kryetaren, se kam mirë muhabetin. Se ke mirë me kryetaren? Jo, se kam. Po mirë më, dakord. Çështja është, ka pyetje të tjera që mund të jenë për pronën, mund të jenë për zhvillim, çfarë doni ju? Më bëni pyetje ose keni gjëra të tjera për të më thënë mua nga këto që dëgjoni, nga këto që ju thonë, nga këto që se në fundit ju keni interesa të drejt për drejta te kjo zonë. Prandaj, jepja pak ti se me zi po pret flasi, jepja të tërë. Po qa ke gjithë? Qa ke? Biznes, me biznes në vërnec? Jemi operator turistik. Lëre mikrofonin, se ti je dakord me projektin. Jepja diku që s'është dakord. Jepja këti zotërisë. Geron Latifi, Vlonjat, edhe unë si a i zotëria, kam lidh jetën me Zvërneci, nuk jam nga Zvërneci. Shumë mirë të zhvillohet zona. Ne e dim çdo me thënë zhvillimi zona, se kemi 25 vite që po e zhvillojmë një pjesë të asaj zona. Shumë dakord me ata që tha t'juve, përveç një diçkaje. Gjithë këta njerëz të mirë, unë e njoh personalisht të gjithë, janë popull i qetë, i mirë, ndoshta një mënyrë foluri jo
ajo që doni ju, Jo, por është kushtar. por- Jo, më unë thjesht, këta duhet të flasin eksakt siç flasin. Thjesht unë pretendoj të flas dhe unë mos më lëm pa folur kaq. sakt. Se po, nga këtë punë të folur stash unë, dhe kemi të dy palët njësoj. Unë se kam nga pjesa këtej të folurën që s'lë të tjerë të flasin. Unë jam nga Labëria, kështu që të tonin edhe mund ta kisha edhe më të lartë, por E kuptova ju flasim e logjikës. kuptova nga pantallonat. Do më falni për këto, desha Jo, kërkoja falje që në fillim Jo, do po unë i falë. përtita atyre. Nuk e lam se me pantallonat shkurtë, ai thash edhe kjo më duhet, më dalin nami që unë shoh njerëz nga pantallonat, po unë gjithë jetën i kam dashur njerëzit i veshin pantallonat si duan. Atëherë ju thatë që për sa kohë flet gjykata, unë hesht, juve. Po jam shumë dakord, ka ndalë pronar në det. Po, do t'i shikojmë të sheshi flamurit lartë e shtiza në një ditë, është e vërtet. Por, për mendimin tim, si bëni një VKM për një rregullim, për një riorganizim të një pjese, pse mos ta bëni një VKM? Stop. Dhe zgjidhet çdo gjë. Stop çfarë? Stop, anullim i asaj pjese. Ati që thot kam tokën në det, është pa dëgjuar. E pra, po ti besoje ose jo, këtë fuqi qeveria nuk e ka. Sepse ajo bën mu, kur ama qeveria nuk e ka fuqin që të vendos edhe për diçka që bën mu, kur vendimi i takon gjykatit. Sepse mund ta atëre po të hapet kjo rrugë, një vendim është i drejtë, 10 të tjera pastaj bëhen arbitrare. Kështu që për këtë arsye, demokracia, kushtetuta, gjitha i kanë ndarë. Me këtë deri këtu qeveria, këtu fillon drejtësia. Dhe shteti, se thonë shteti nuk është qeveria, qeveria është vetëm 1 nga 3 pjesët e shtetit. Pjesa tjetër e shtetit është parlamenti, është edhe sistemi drejtësisë. Dhe ke sistemi drejtësisë edhe ne vetë kemi, nena merr vendim gjykata kushtetuese, na thot se çfarë duhet bëj parlamenti, që është një tjetër, e fillon historia, domthon, por drejtësia, ndërkohë që gjykata kushtetuese duhet thot vetëm çfarë parlamenti mund të ketë bërë gabim në shkeljet kushtetuese, mund të parlamenti të bëj këtë, bëj atë, ktheu këtu, ktheu aty, kjo nuk ndodh. Por ja që kjo është demokracia. Demokracia jonë është dhe akoma në formim, kështu që, por kjo e pronave është ajo që folëm përpara. Është një bolori e madhe që vazhdon të shkaktoj trauma, pasoja, padrejtësira, por si bëhet, nuk kemi një zgjidhje tjetër. Nuk mund të bëj qeveria, po ka drejt, merja pronon këti, jepi ati. Fshije këtu. Në det, nuk e egzageroj fare. Janë në det, blu, në një territor këtej poshtë. Po mirë, pse nuk dolën pronarët të skela? Se po nuk dolën kur bëm lungomar, unë të skela kam kaluar çdo verë që kur kam qenë 2 vjeç. Aty ka qenë det. Dhe akoma aty është det. E pra ju e zgjidhet. A i dolën pronarët atje? Ju e zgjidhet. Po s'kishin ti duke në atë rast nuk e kishin, në atë rast kishin AMTP, i kishin në det AMTP. Dhe AMTP i kishin marrë në det se thoshin këtu nuk ka qenë det. Ore, dini ju që i ka dalë trashëgimtari teatrit të Butrinit apo jo? I ka dalë, e mendoni ju për shembull i dali në Greqi, Akropolit, ai trashëgimtari të shkoi të bëj protestë atje. I ka dalë teatrit Butrinit trashëgimtari në Shqipëri. Domethënë, trashëgimtari i Virgjilit, çfarë të them unë? I ka dalë, është një familje që thotë duam gjithë parkun e Butrinit e kemi pas ne. Po kur e ke pas? Si e pate? Si të erdhen letrat nga koha e Greqisë lashtë? Se mirë nga Turku, hajde. I kam që nga Turqia, thonë ca. Qa të them? O shef, po kur juve thoni që kur e ministri im thot ç'a të bëj unë, po unë çfarë do të bëj? Jo, ti asgjë. Unë s'kam ç'a të bëj Kur asgjë. s'bëjë do të asgjë, ti jo. Po pa tjetër. O është ndarë kjo punë. është ndarë, doni të bëni një revolucion, ta ktheni prapë ku ishte, bëni, po mua më keni kundër. është ndarë. Ju e keni atë që e thret ai partia thot ti, po futja plumbin ati, jepi këtij tjetër. Nuk i iku ajo. Shqyqyr që i iku ajo, jem vete? Jeve pak atë. Përshëndetje, zoti kryeministër. Faleminderit që keni ardhur njërë deri këtu. Unë jam pjesë e biznesit në Zvërnec.
kemi vojtur shumë aty, kemi hedhur jetën në atë tokë. Jemi pro zhvillimit. Sa koke? Mund të kemi mbi 25 vjetë në Zvërnec, kur toka ishte me 3.000 lekë. U futëm, investuam dhe i kemi çmendur fshatarët nga pretendimet. Gjithë fshatarët tani nuk flitet më me gojë nga investimet që kemi bërë ne. Në ç'kuptim? Në kuptimin që i dhamë vlera zonës. Jo më, nuk çmenden ata kur jepni vlerë, ata çmenden kur juve po e kemi gjetë me 3.000 lekë metrin katror. Ata çmenden kur juve i dhni plerat dhe i lini papastruar edhe ti ke biznesin, po le tani se plerat atje nuk i prodhojnë fshatarët që hanë në shtëpi. Ti ke fal, nuk po ta akuzoj ty, po ti ke biznesin, se nuk e di çfarë biznesi ke, ti ke biznesin, ke edhe gardin, edhe ma ta në gardi janë plerat. Pse u çmendën fshatarët se u rritën vlerat? Tani, ne jemi pro investimit, lutemi, ose kërkojmë, të mos na i shargoni lekët nga zona. Çfarë mos bëj? Të mos na i shargoni investitorët nga zona. Mos na i largoni, sepse... Por mbani pasër zonën tuaj. Me ndihmën e mbani bashkisë... pasër sepse problemi më i madh, problemi më i madh në gjithë të territori, jo vetëm atje, por në çdo territor, janë bizneset. Për sa i përket pasërtisë. Se sasinë më të madhe në mbeturinave e prodhojnë bizneset, e prodhojnë hotelet, e prodhojnë restorantet, e prodhojnë dhe tani, kjo është kryesorja. Pastaj mos ki merakti se çështja e investimit është çështje që nuk e përcaktojnë protestat dhe nuk e përcaktojnë ata që dalin në rrugë dhe thonë do vendosim ne se ne jemi populli. Si populli? Si po ata që votojnë që nuk janë populli ata? Jo 5.000 veta. Jo 5.000. Po 500.000 të dalin në shesh. Nuk mjaftojnë. Sepse janë 800 e kusur mijë që kanë bërë marrëveshje me mua dhe në Partinë Socialiste. Për çfarë kanë bërë marrëveshjen? Se Zvërnecin, dhe njerë që ky investim nuk doli sot papritur. Unë e kam thënë fushat. Do bëjmë një gjë kështu, do bëjmë një gjë ashtu, si? Patjetër do ta bëjmë. Si do bëjmë investime private, patjetër. Unë isha në... Po që ke këtë radio në xhep. Unë isha në Tivati, kam marrë direkt nga Tivati këtu. Tivati ka qenë vendi më i pazhvilluar i Malit të Zi dhe vendi ku nuk shkonin turistë se ishte bazë ushtarake. Një bazë e vjetër ushtarake Jugosllavisë, 10.000 banor dhe as turist, as dreq, as shejtan. Papunësi, iknin gjithë rinia nga Tivati dhe fati që në fakt duhet ta kapte Shqipëria, sepse një investitor i madh kanades erdhi në Shqipëri dhe ka ardhur eksaktësisht pasi në periudhën që ne ishim në pozitë, e trajtuan në mënyrën më skandaloze, i kërkuan pjesën dhe ai u pa taks. Unë kam njohur, takuar atë dhe bashkë investitorët e tij. Donte të bënte portin turistik në Durrës. Shkoi në Malzi, e mori me një herë ai tjetri që është njeriu që ndryshoi malezime ato investime. Sot Tivati ka 5 milion turist. E di çfarë është Tivati? Një gjë. 5 milion turist në vit. Po nuk është puna se ka 5 milion turist në vit. Po Tivati është zona që kontribon më shumë me taksa në gjithë Malezi. Vetëm në Port of Montenegro janë 200 dyqane. Kush i ka dyqanet? Kush i ka? I kanë malazezët. Në anën tjetër, prona aty ishte 400 euro metri katror. Në Port of Montenegro ka vajt 12.000 euro metri katror, në pjesët e tjera
4.000 euro metri katror. Tani natyrisht që nuk blen dot dikush në Tivat kollaj, por ama për banorët që janë atje, po të duan të shesin për shtëpitë e tyre, ndërsa ata që vinë vërtet paguajnë, por ama e dini sa është pastaj e ardhura që vjen nga taksa që merret mbi pronën? E dini sa është ardhura që marrin pastaj nga të gjitha taksat e tjera? Ndërkohë që sistemi i shërbimeve, gjithë bizneset e vogla, gjithë njerëzit që kanë mor taksie, mor shofer, mor peshkatar, mor fermer rreth e rrotull, madje atje bëjnë në Porto Montenegro bëjnë fat fermer shqiptar. Nga ana tjetër e kufirit, se atje s'kan shumë prodhim. Shkojnë nga ana tjetër e kufirit dhe kanë kontrata atje në Porto Montenegro me fermerët shqiptar që i paguajnë. Dhe gjithë kjo gjë është ekonomi. Dhe është diçka që se kjo i teoria që do na vinë të huajt. Si do vinë të huajt? Po patjetër do vinë, patjetër. Patjetër, po pse 12 milion të huaj që vinë vizitorë, qofshin dhe ata shqiptarët që kanë marrë pasaport tjetër dhe vinë për pushime dhe konsumojnë këtu. Ku i çojnë ato para? I hedhin në det. Për çfarë i konsumojnë? Do hanë ata? Çfarë do hanë? Do hanë çfarë prodhohet këtu. Po kur marrin transportin, taksitë, furgonat, kujt janë?